Kryeministri Edi Rama vazhdon bashkëpunimin e qeverisë me Raiffeisen Bank, megjithëse SBA-t e kanë futur këtë grup në listën e zezë të rrjeteve bankare që grumbullojnë, qarkullojnë dhe pastrojnë miliarda nga krimi i organizuar, si dhe për lidhje me oligarkinë e Vladimir Putinit. Pazari i radhës i Edi Ramës me Raiffeisen Bank është bërë me vendim numër 24, datë 21 janar 2026 të qeverisë për kalimin e garancisë shtetërore në favor të kësaj banke për kontratat e kredive të kompanive të shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike. Me pikën 1 të vendimit jepet garancia për borxhin e marrë nga OSHE, OSSH, furnizuesi i shërbimit universal dhe furnizuesi i tregut të lirë me vlerë fillestare 15 milion euro. Kjo hua është marrë me interes 8% plus 1% komision, interes tepër i lartë i krahasuar me normat që Raiffeisen Bank aplikon për klientë të tjerë, me 11 bankat e tjera private, me institucionet financiare ndërkombëtare dhe me normat e interesit të miratuara nga Banka e Shqipërisë. Me këtë vendim, qeveria ka ndërhyrë financiarisht për të garantuar shlyerjen e kësteve të borxhit që kanë OSHE, OSSH, furnizuesi i shërbimit universal dhe furnizuesi i tregut të lirë, por nuk ka bërë publik detyrimin fillestar të huas, pjesën e shlyer dhe detyrimin e mbetur. Në pikën 2 të vendimit, thuhet se qeveria ka dalë garante tek Raiffeisen Bank edhe për 750.000 euro të tjera, sërish me interes 8% dhe komision 1% që do të marrin të njëjtat subjekte, por pa deklaruar afatin e shlyerjes. Vendimin e ka firmosur kryeministri Edi Rama, ndërsa në emër të qeverisë si kontraktues për ua pagesën e garantuar në Raiffeisen Bank, ka firmosur ministri i financave Petrit Malaj, i cili sipas vendimit figuron si përzgjedhës i bankës, por faktikisht përzgjedhja është bërë nga kryeministri. Më 10 tetor 2021, Edi Rama në alibin e krizës pas sulmit të Rusisë në Ukrainë, miratoi një garanci prej 200 milion euro për OSHE-n, me justifikimin që të mos rritej çmimi i energjisë për konsumatorët familjar. Edhe këtë financim, qeveria e kaloi tek Raiffeisen Bank, por deri më sot Ministria e Financave dhe OSHE nuk kanë hartuar raporte publike për fatin e këtij financimi. Prej 10 vitesh, gjendja financiare e OSHE-s mbahet sekret. Të vetmet shifra të bëra publike gojarisht lidhen me shtimin e sasisë së energjisë së blerë dhe paradoksalisht me humbje 70 deri në 100 milion euro në vit, të cilat në fakt përbëjnë vjedhje. Është vërtetuar me vendime qeverie, si ai i datës 21 janar 2026, se vjedhjet në sektorin e energjisë po maskohen duke u kaluar në kanalet e errta të Raiffeisen Bank në formë muazh dhe garanci shtetërore. Lidhjet e kryeministrit Edi Rama me pronarët e grupit të Raiffeisen Bank u shfaqën edhe më 23 shtator 2025 në Vjenë, kur bashkë me 5 ministra, drejtoreshën e korporatës së investimeve Elira Kokona dhe rreth 50 ndërtues, zhvilloi takimin Shqipëria Horizonti i Ri me objekt investimet në energji, rrugë, turizëm dhe teknologji në bashkëpunim me Raiffeisen Bank. Përzgjedhja e kësaj banke është pjesë e skemës së Edi Ramës për të kanalizuar fonde dhe pasuri shtetërore drejt privatëve përmes një institucioni financiar të skeduar nga SBA për lidhje me oligarkinë ruse të Vladimir Putinit përmes degës Raiffeisen Mosk. Ndërsa në Shqipëri, përmes transfertave dhe kredive fiktive, është zbuluar se Raiffeisen Bank ka fshehur, qarkulluar dhe pastruar miliarda euro të kompanive si Bankers, Bana King dhe subjekteve të ndërtimit të kullave, hoteleve dhe resorteve, me pronar qeveritar, oligark dhe trafikant.